Hetime dhe kontrolle janë duke u zhvilluar këtë të hënë më 20 prill nga Prokuroria e Romës në lidhje me një çështje që përfshin një grup të fshehtë të quajtur Skuadra Fiore, ku dyshohet se marrin pjesë ish antar të forcave të rendit që merreshin me përgatitjen e dosjeve sekrete. Në total janë 11 persona nën hetim për vepra të ndryshme penale. Operacionet po kryen nga karabinierët e Rosit, me urdhër të prokurorëve, ndërsa hetimi përfshin akuza si aksesi pa autorizuar në sisteme informatike, shkelje të privatësisë dhe ushtrimi pa ligjshëm i profesionit. Paralelisht, një tjetër linjë hetimi lidhet me mashtrimin dhe shpërdorim detyre nga ish pjesëtarë të shërbimeve sekrete. Në qendër të hetimeve janë dy çështje kryesore. E para ka të bëjë me kontratat mes Agjencisë Italiane të Kundër Spionazhit, AISI, dhe kompanisë së sipërmarrësit Carmile Saladino, e cila mes viteve 2022 dhe 2024 ka përfituar mbi 39 milionë euro për furnizime si pajisje bllokuese sinjalit Jammer, software për njohjen e fytyrës dhe sisteme mbikëqyrjeje. Çështja e dytë lidhet me aktivitetet të paligjshme të përgjimit dhe spionazhit të kryera nga Skuadra Fiore. Mes personave të hetuar janë edhe ish zëvendës drejtori i DIS-it, Giuseppe Del Deo, i cili dyshohet për shpërdorim fondesh publike me vlerë rreth 5 milionë euro për kontrata të lidhura me kompani të afërta. Po ashtu nën hetim është edhe sipërmarrësi Saladino për mashtrim. Në listën e të dyshuarve figuron edhe Giuliano Tavaroli, ish drejtuesi i sigurisë në Pirelli Telecom, i përfshirë më herët në skandalin Telecom Sismi. Sipas prokurorisë, si edhe persona të tjerë dyshohet se kanë krijuar një rrjet kriminal që siguronte dhe shiste informacione konfidenciale të marra në mënyrë të paligjshme nga databaza shtetërore të mbrojtura. Grupi përdorte pajisje të sofistikuara komunikimi dhe metoda të fshehta, përfshir identitete të rreme dhe emra të koduar, si edhe bashkëpunonte me klientë vendas dhe të huaj. Sipas akuzave, ata përgatisnin dosje të detajuara për individ dhe kompani me të dhëna të ndjeshme, si dhe ofronin shërbime përgjimi dhe pastrimi nga pajisjet e përgjimit. Ndërkohë, Komiteti Parlamentar për Sigurinë e Republikës kishte kërkuar më herët dokumentacionin mbi çështjet dhe pritet të marrë materialet që nuk janë më në sekret hetimor, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbardhur plotësisht këtë rrjet të dyshuar spionazhi dhe abuzimi me të dhënat.